Femna tash, na edhe po punojmë edhe jemi vetë, do me thonë që jemi të panvarme. Edhe nuk jemi të varme pi burrave si qa po na blejnë. Kështu që edhe po dokem bukur, po investojmë veti, edhe unë po mendoj që i pëlqej burrit tem që 29 vjet jemi bashkë, kështu që jam rregull. Një burr që influencohet prej femrave në TikTok, ai burr ka mu influencu edhe prej një femnë në qytet, prej një femnë në kafe. S'është TikToku diçka problem, ai ka mu influencu gjithkohë. Po mendoj në rrjetet sociale. Ai ka mu influencohet për dikujt kur e sheh live, dhe më thonë, së është diçka interesant që të vjevish për rrjetet sociale. Po sot sa shene burat të tjerë? Ajo është normal që i ka shumë dikem, po ndohen, jo është prej influencerve, po si janë bo rrjetet sociale, familjet janë shkatru, përgjithsi. Pse qështu? Shumë arsye, kam pa ma mirë, kanë lakmija, me një fjallë kështë pik lakmija. Jo bre po që jënë bo matë vedishme femna, thjesht jënë bo zoja të vetës, edhe mu nuk durojnë se që kanë duru për para, shumë e thjesht. Edhe thjesht e ndojnë rrugën, po me ndojune, se di. Ma ka njerë si avlin, se me prish familjen për kur gjahesh tu ndërru, tu paramenu, si avlin. Se ti e prish familjen për ta një kutë që tjeta, e shet që ke gabu. Kështu që do të me mendu mirë para se me vepru. Barët për çka e prish. Paketësisht po ndodhen. Se dikush e prish edhe kur ka nevojë për një më shumë, dikush e prish për kur gjëhet, që tash barët edhe për çka e prish. Për rrjetet sociale, influencerve, lakmija o kryesorja, kështu që s'bën me lakmu, mundonu me punu vetë, me bo vetë. Po është një dhe presioni sët për me ndjek luksen. Po, është presion dikime. Lakmija është edhe një dhe presioni që Te a ke po mas pari iPhone-i, unë e kam iPhone-in, se kam matrion, s'manin. Asone që Nuk ma problem. Ani ty e pas ke matrisën, apet. Se kom atë lakmi që me tonë, apo më punon po se ora halo se pas ke 17 qina, halo se pas ke 17 qina, thash sa du të në minjek se arde 17-18 që ata po tonë që kjo po ndikon te moshat e reja. Shumë kesh, shumë kesh, hej, mës mi pas mundësit i thash njonës, mës mi pas mundësit, qka bën ti që pëdojshe iPhone-in matriun si del? Stresohet dhe... Jo thash s'kom qka bëjs. Kjo është krejt esenca që kur je shumë e varën prej luksit. Se ki iPhone-in e ri, si e enë, se ki këta, si e enë. Kështu që ajo për mu s'ka rëndësi fare. Me rëndësi ajo njeri, a ki njerë zilëk, që ajo ka rëndësi.